3,2 milion. Ka kushtuar toka e Bolinos që u ka marrë pronarve. Po, qytetar Tiranas, Fisnik, i dhuron tokën komunitetit. Prishti, për të ndërtuar gjimnazin. 50.000 banor nuk kishin një gjimnaz. Ajo tokë, me 4 vendime qeverie, i jepet Bolinos për të mashtruar ju, nga mjezin darkë. I jepet me 1 euro. Por njeri nga ata pronar që ishte patronazhiste, Llagami, kryetarja KLG-s, shkon dhe merr kompensimin në lek, 3,2 milion euro kompensim. Taksa tuaja, ku i morin? I morin buxhetin e shtetit taksa tuaja. Ata tjerë që s'morin gjë, s'morin 100 darkë. Po ju e paguat, shikoni, ju paguat makinerinë e mashtrimit Carlo Bolinos 3,2 milion euro. Dhe kjo është e zbuluar rasisht, kjo s'është gjë, po të dini ju sa ka marrë top tuneli dhe sa kanë marrë që vjellin nga mjezi gjerëndak, sharje, shpifje, trillime kundër opozicës dhe glorifikojnë të keqen. Janë të pakufishme. Prandaj dhe duhet përpiqem të mbrojmë të vërtetat dhe ju garantoj ju se programi i Partisë Demokratike është dhe do jetë programi më i shkëlqyer. Dhe kur e themi këtë, e themi me titën bindje të atij detyrimi madhor që ne me ju duhet të komunikojmë të vërteta dhe jo gjëra që nuk qëndrojnë. Faleminderit. E that edhe një moment e that ju për sistemin gjyqësor. Ashtu është e drejtë, por ne pse shkojmë, do thuash ti. Po. Shumë e drejtë pyetja. Ne jemi para një alternative të tillë. Të qëndrojmë si një shoqëri që përpiqet të shfrytëzojë çdo hapësirë ligjore në institucione apo të dalim jashtë ligjit, jashtë ligjeve dhe kushtetutës dhe tjera të mos shfrytëzojmë asnjë hapësirë.